Shumë. Faleminderit Rilon, faleminderit orkestra. Dua të flasim tash për temën që e prezantova në fillim, mirë po në aspektin psikologjik besoj që ja vlen na shpjegoni yll. Prandaj dua një shpjegim nga ti, çfarë është ky termi attention span apo zgjatja e përqendrimit kështu. Okej, attention span është një term që mundohet me shpjegu për shembull një interakcion ose një ndërveprim që ka të bëjë me vëmendjen, e që zakonisht për shembull është aftësia e psikologjike ose kognitive e cila domethënë përqendrohet në një objektiv ose në çështje të caktuar, duke përfshirë edhe aspektin emocional dhe ato neurobiologjik. Pra, i bie që në një farë mënyrë ne kur fokusohemi ose përqendrohemi në një diçka të tillë, nuk përfshihet vetëm aspektet njohëse, por edhe aspekti emocional dhe aspekti neurobiologjik i joni. Pra, është tërësia ose krejtënia jonë do thëtë si njeri. Kështu që pak a shumë kjo ka të bëjë me këtë term. Ndryshe për shembull duhet ditë se kur flasim për vëmendjen, për shembull, vëmendja ka mundësi të shpërndahet deri në 7 apo 8 objekte të ndryshme, mirë po, do të pas njëkohësisht, po maksimumi, mirë po sa më shumë shpërndarja të është prezente, intensiteti i vëmendjes është më i ulët. Sa më i përqendruar ose sa më pak objektiva të ketë vëmendja, përqendrimi është më i lartë, domethënë te individi ose njeriu. I bjen që na dyqysh në 6D po mundshim me funksionua. Po, kjo është maksimumi edhe pse janë rastet shumë të rralla, mirë po, konstatimet janë do thotë se deri në 7 ose 8 objekte. Tani ky përqendrimi në një gjë të vetme, në një detyrë apo në një objektiv caktuar, është i rëndësishëm për me mësu. Po rrezikohet dhe nëse e shohim në ekran, besoj do ta kemi, nga viti 2004, mesatarja e vëmendjes ka pësuar rënje nga viti në vit, po them kështu. Në 2004, 2 minuta e gjysmë, 150 sekonda. Në vitin 2012, vetëm 75 sekonda. Në 2024, 27 sekonda, ndërsa studimet e fundit, për vitet e fundit, diku 12 deri në 8 sekonda. Pra, për një qerek shekullit, themi kështu, vëmendja e njerëzit ka shku drejt ditë kurrjet të madhe. Pyetje për të gjithë kështu, se të gjithë kemi këtë problem, besoj. Apo na e vret, apo na e shkurton përqendrimin, jo pajisje që kemi këtu, smartphone. Yll, po filloj me ty. Sigurisht që po, sepse jemi dëshmitar, domethënë, të një realitetin në cilin na po jetojmë, dhe do thotë secili prej nesh ku minimum e ka një smartphone, mos them edhe 2, po ashtu edhe në rrjetet sociale, do thotë edhe përmbajtjet e rrjeteve sociale që tashmë domethënë se çon herë janë duke u avancuar më shumë, sidomos me videot e shkurtra ose reelsat që sot quhen ashtu. Normalisht që këto për trunin e njeriu kanë më qenë stimuj. Dhe truni jonë është i predispozuar, do thotë ndaj stimujve të jashtëm, edhe në jetën e përditshme, mirë po sidomos kur ne përqendrohemi në një pikë të caktuar dhe do thotë në një smartphone, ma konkretisht, edhe aty do thotë shohim video të vazhdueshme të cilat janë shumë të shkurtra. Do thotë truni jonë tenton me arrit një shpërblim dopamines shumë të shpejt. Do thotë në këtë formë shkon duke u adaptuar me këtë formë që na i servojmë. Dhe njëkohësisht shkon duke hup edhe atë durimin, si më thonë, me u përqendru ndoshta më gjatë në një qoftë në një video që është më e gjatë ose në një çështje e cila nevojitet një vëmendje pak më e gjatë ose një fokus pak më i madh. Faleminderit shumë. Zania Bunjaku. Po, do të thotë sa i përket termit të bukurisë attention span, do doja unë të shtoj disa koncepte nga këndvështrimi im si pedagoge për katësirësim simdhënëse. Do të thotë nënkuptohet kohëgjatja e vëmendjes që i referohet një individi që sa mund të qëndroja i përqendruar në një detyrë të caktuar. Këtu mund të themi se përfshihen edhe aftësitë themelore, siç është vëmendja, do thotë, fokusimi në një detyrë të caktuar, siç e tha edhe Ylli. Pastaj e kemi kujtesën, që është shumë rëndësishme, që do të thotë nënkuptohet ruajtja dhe përpunimi i organizimi i informacionit dhe përpunimi i informacionit kundër lidhet do të thotë mënyra se si truri e kupton dhe analizon atë që e mëson. Do thotë në kontekstin e
pedagogjisë, këto aftësi ndikojnë shumë në rezultatet akademike të nxënësve. Prandaj, si temë, do të thotë është mjaft e qelluar dhe është, mund të themi se është merakos, do të dalemi dhe do të ndalemi pastaj te kjo pjesa e mësimdhënies, mësimnxënia pastaj nivelet ndryshme, se kjo fillon që nga parashkollorët, kur fillojnë të mësojnë ndoshta elementet edhe më herët, deri tek studentët që pastaj e kanë më pak se 8 sekonda vëmendjen. Po, nga ajo që po jetojmë, telefoni, celulari, a është ai shkaktari kryesor që po na bën këto? Mendoj